Sot jam këtu për super skandalin e ri që denoncoj me përgjegjësi të plot ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Jam këtu për parkun virtual të high-techut apo de facto troplanën e Shkozetit, një skandal, idej për filmat me horror në gjinin e vjedhjeve të pasurive publike. Ja, ky është Silicon Valley i Edi Ramës, Armand Frangut, Fatmir Troplinit, që quhet Durana. Durana. 3 vite më parë, se ka historinë e vetë, një nga gjigandët e high-techut vendosur në Ukrainë, EPAM, pas shpërthimit, pas agresionit rus ndaj Ukrainës, vendos që të spostoj sipërmarrjen e tij të madhe në një vend tjetër dhe përzgjedh Shqipërinë. Presidenti i kësaj kompanie ndër më të fuqishme në botë, me xhiro miliarda dollar, vjen në Shqipëri dhe pritet nga kreu i organizatës kriminale Edi Rama dhe Agaçi me asistenten e tij Elira Kokona. Ai paraqet projektin e tij, dëshirën dhe vendimin e kompanisë që të gjithë sipërmarrjen e tij të madhe në Ukrainë ta spostoj në Shqipëri, por për këtë qëllim kërkon krijimin e një zone siç e kishte me kushte të favorshme, me disa kushte të favorshme në Ukrainë. E vërteta është se kjo ju premtue, se Ramaduro filloi të flasë për Silicon Valley në Durrës, por me njëherë kthetrat e egrat mafjes shqiptare përvetësuar projektin dhe kompania precizoze amerikane nuk gjeti asnjë mundësi që të investonte në këtë vend. E zhgënjur, e dëshpëruar, pa që kishte bënte me një narkomafje të pa shembullt, dhe si përfundim, këto livadhe dhe ara që shifni këtu janë troplana e Edi Ramës. Vendimi u mur, zona u shpall, dhe në këtë zonë
u regjistruar 46 kompani të cilësuara me silver, gold, platinum. Që të gjitha këto kompani, po thuj të gjitha pa përjashtim dhe përjashtim të vogël, antare të Këshillit të krijuar me ndarmarrja IT-e nga kryemafiozi i IT-s shqiptare Ermal Beqiri, alias Armand Frangu, ose Armand Frangu alias Ermal Beqiri. Jo se Beqiri nuk është real, se ajo është një delinkuent që në vitin 2000, fund të vitit 2013, vodhi 20 milion deklarata tatimore të qytetarëve shqiptar në sistemin e IT-s, me ndihmen e kriminalit të damkosur Spartak Brao dhe urdhrin e kreut të organizacës kriminale Edi Rama. Por, tashmë, pas prishjes së pazareve, midis në kopshtin privat të Edi Ramës, midis Armand Frangu dhe Geron Meçës, pas neutralizimit të tij dhe eliminimit të tij me pegmarrje tjerë, fuqishëm në kopshtin privat të Edi Ramës, si fitues absolutit tendrave në emër të Armand Frangut, hyn Ermal Beqiri. Tani, Ermal Beqiri me Këshillin e krijuar kërkon të disiplinoj të gjitha kompanit e sektorit dhe i regjistron ato antare të Këshillit me kuota 1.000, 5.000 e tjerë. E vërteta është, çfarë është Troplana? Se dihet që çdo centimetër territor në Xhavzotaj është në kontrollin e pamëshirë të troplinëve. Troplana është një zonë virtuale e lirë. Kompanitë të regjistruara në Troplana janë të shpërndara në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë. S'kan asnjë lidhje, asnjë aktivitet në Xhavzotaj, asnjë punësim. Por ato kanë dy avantazhe. Ka një reduktim të madh të taksave, gjerë në absurditet. Për ato paguajnë shtetit një taks krejt të paransishme, 5%. Taksat e vërteta ato ja paguajnë Edi Ramës, Armand Frangut nëpërmjet Ergis Agasit dhe Ermal Beqirit. Pra, në këto livadhe dhe arat Xhavzotaj, që në pamjet parë shef njeriu vetëm barë, këtu vidhen nga taksat e qytetarëve shqiptar qindra milion euro në vit. Natyrisht, këto janë vetëm taksat, por
100 milion tjera vidhen, edhe duke vrarë konkurencën dhe garantuar këtyre kompanive të regjistruara në troplana, tendera, të akshit dhe të gjitha institucioneve tjera shtetërore. Skem si troplana e menaxhuar nga famozja Lubia numër 3, Elira Kokona, në emër të patronit të saj Edi Rama, gjën vetëm djegësin e Tiranës. Por dallimi është se në rast se në djegësin e Tiranës, territori është pas një ndërtim dhe janë vjedhur 130 milion. Në rastin e troplanës, përsëri nuk ka asnjë ndërtim, asnjë ndërtesë, asnjë kompani të vendosur në arat dhe livallet e xhavzotajt, por janë vjedhur nga taksat e qytetarëve shqiptar qindra milion euro dhe janë vjedhur po nga familja Rama. Po nga familja Rama. Dhe një lloj, si në rastin e inseneratorit të Tiranës, për cilin dy përgjegjësit absolut kryesor, Edi Rama dhe Erion Veliaj, nuk u hetuan për asgjë dhe nuk u pyetën asnjëherë, duke qenë autorët më kryesor të tij, në troplana, gjerësot nuk është pyet njeri, dhe se dihet se Elira Kokona, të cilës vetëm për të mos prishur gojnë dhe para jush dhe qytetarëve, mund t'i vihet çdo lloj epiteti për aktin e saj ndaj qytetarëve, ka qëndruar në krye të një skeme. Thash, mund t'i vesh çdo epitet asaj, një lloj si Lumi Ballukut, një lloj si Mirlinde Sakshit. Të një skeme të quajtur park teknologjik, ku ka prej vitesh vetëm livadhe, kurse vidhen qindra milion euro taksa të qytetarëve shqiptar. Ky skandal dëshmon dhe njëherë shkallën më të lartë të inkriminimit të kreut organizacë kriminale Edi Rama. Dëshmon se krimet ekonomike të rënda, vjedhjet e tij, janë të pakufishme. Dëshmon dhe njëherë domosdoshmërinë absolute e ngritjes së qytetarëve shqiptar me të gjithë dhe largimit të tij me të gjitha mjetet nga qeveria. Kreu i organizacë kriminale shqiptar, më të madhe shqiptare, Edi Rama, ka kaluar haptas pa asnjë lloj kufizimi në vjedhjen dhe përvetësimin e buxhetit, fondeve të ardhurave dhe pasurive publike të këtij vendi si asnjë diktator tjetër mbi tokë. Jo, nuk ka një të dytë. Kam besim të plotë se shqiptarët do të japin atij shumë shpejt atë që meriton. Faleminderit.
Zoti Berisha,